Era e parë ka qenë në 21 vjeqare, kur e kum ditë që e kam këtë dhunti, ndoshta ka qenë edhe ma herët, po si kur e re nuk e kum brejt, si shdo ere që nuk e din se çfarë ke. Do më thënë, ko pas kohë e kam pas, e kum djerë, do më thënë që shofte njerës, dhe për momente mu me thënë që pas sullet i kam vetëm një relax, ma shumë se që mirëna me numër të pas sullet. Me thënë qka do, që to është shof për mes syvet njerëzve. Do thotë, nuk është që kanë dhe diçka shumë të veçantë fasulje që mund të bëjnë kështu si mjetë për parashikim, prapë mbet ajo energjia mes personave. Absolut. Ndikon ndonjëherë në atë rezultatin, themi, ajo energjia e njeriut? Ta shëmbarët, zemër se ndodhë që vetëm besimi që është e njeriut. Se dikush vjen me atë besim dhe me atë shprej se nevojitet me ditë se ku është, apo qëfar pi ndodhë. Për matutje na të gjithë e dim që verzote dhe në matutje se shka ndodhë. Kjo është sikur një, muj me thonë që muj me para lajmëru njerëz, sakse qëfar ka, apo është smuar, apo ka ndonjë të keqë tjetër. Kupton, se si dim që na jetojnë me një botë që edhe ndodhe mira edhe keqë, po jetojmë edhe me njerëz të mirë, po edhe me njerëz të këqinjët. Cilëve që miren me do magjit e bardha, magjit e zeza, që absolut nuk janë të lejume ato sende. Vinë njerëz me shumë besim që ka nevoj për me di se qka ndodhet apo qka nuk ndodhet. Nuk është problemi, do më thonë, me njerëz, është problemi që në atë aspekt qka ndodhet edhe në gjithë botën, a në mbanë, se që ja ka fillu me ndodhë, ndoshta më kuptan.